kompromisi apo vendi po shkon drejt një tjetër krize politike për të analizuar këtë situatë. Kam kënaqësinë e një bisede me zotin Jeton Halimi. Zoti Halimi, unë ju falenderoj që keni pranuar që të realizojmë këtë bisedë për të folur për një çështje në fakt të rëndësishme në Kosovë. Fakt duket se jemi drejt përfundimit të afatit, pasi kanë mbetur edhe 5 ditë vendimtare për Kosovën. Sa ta kemi zotin Halimi. Po, e kemi zotin Halimi. Përshëndet, zoti Halimi, faleminderit për bisedën. Përshëndetje, faleminderit kënaqësi. Unë e përmenda në fakt edhe në hyrje të intervistës që Kosova ka tashmë dhe 5 ditë kohë për të vendosur për zgjedhjen e presidentit. Si e shikoni, komenti juaj, si duket situata, duke qenë se ju jeni edhe në brëndësi të vendit atje? Po, nderuar, faleminderit shumë mirë kjo pyetje. Tash përfshihet dhe çështja e presidentit në Albisë Kosovës është temë shumë e nxehtë dhe unë mendoj që tash edhe partitë politike, veçanërisht mazhoranca zoti Kurti, duhet të thirrë mendjes dhe duhet të bëjë biseda konstruktive dhe me përfundimin me zgjidhjen e tyre dhe me marrëveshje politike. Për formën tjetër shteti mund të shkojë në zgjedhje siç e thatë edhe ju. Nëse Kosova deri me ditën e hënë të javës së ardhshme ora 24 nuk ka president apo president në Albisë të Kosovës, atëherë shteti duhet të shkojë në zgjedhje të parakohshme dhe brenda 45 ditë ushtruesja detyrës së presidentit Zoni Haxhiu duhet të caktoj datën e zgjedhjeve të parakohshme në Republikën e Kosovës.